Impianti trajtimit të ujrave të ndotura në Gjakov kryesisht trajton 10.000 deri në 18.000 metër kub ujë të ndotur në ditë. Kryesisht i përfshin 3 trajtime kryesore, të cilat janë trajtimi mekanik, trajtimi biologjik dhe trajtimi i llumit. Të gjitha këto procese të trajtimit në vetvete përfshin faza të ndryshme të trajtimit. Në këtë pjesën këtu gjendet trajtimi mekanik fillimisht, ku është kontakti i parë i ujit të ndotur me impiantin, ku fillimisht bëhet ndarja e mbetjeve që janë më të mëdha se 5 cm nëpërmjet grilave të trasha, ku më pas nëpërmjet pompave hyrëse uji kalon tek grilat e imta, ku më pas ndahen mbetjet të cilat janë më të mëdha se 5 mm. Pas këtij procesi përfundimtar i trajtimit mekanik është ndarja e rërës dhe yndyrës, ku bëhet ndarja dhe atyre grimcave më të emta inorganike, të cilat janë ku bëhet ndarja deri në 2 mikron. Për herë të parë pas trajtimit mekanik bëhet edhe marrja e mostrave e ujit të ndotur, ku më pas kalojmë tek trajtimi biologjik. Kjo është faza e parë ku bëhet ndarja e mbetjeve mekanike apo mbetjeve të cilat janë më të mëdha se 5 cm, po ajo që vlen të cekët është që mbetjet të cilat vinë së bashku me ujin e kanalizimit në impiant, përveç që ndahen ato, ko pas kohë paraqesin edhe probleme gjatë operimit tonë, për arsye që një farë publiku duhet të sensibilizohet, duhet të informohet që nuk duhet të hudhet gjithçka në sistemin e kanalizimit. Si sfidë kryesore janë mbetjet e mëdha që paraqesin problem jo vetëm në rrjetin e kanalizimit në qytet, por edhe direkt në pajisjet tona, të cilat ko pas kohë edhe i dëmtojnë ato. Si sfidë kryesore janë pecetat e lagta, të cilat hudhen në buacën e tualetit dhe paraqesin probleme shumë të mëdha në pompat dhe në pajisjet e tjera në impiant. Është e rëndësishme që qytetarët duhet të jenë të informuar që jo gjithçka hudhet në sistemin e kanalizimit, për arsye që këto mbetje të cilat hudhen në sistemin e kanalizimit jo vetëm që dëmtojnë rrjetin në teren, në qytet, por po ashtu këto mbetje të cilat vinë tek ne dëmtojnë seriozisht sistemin dhe procesin po ashtu dhe pajisjet. Me theks të veçantë janë mbetjet siç janë pecetat e lagta, të cilat duhet të dimë që ato nuk janë të destinuar për hudhjen në sistem të kanalizimit, e të cilat po na shkaktojnë probleme serioze në makineritë tona në sistemin e trajtimit. Kjo është faza e dytë e procesit mekanik, ku bëhet ndarja e mbetjeve deri në 5 mm. Mbetjet ndahen nëpërmjet këtyre grilave, ku hapësira mes grilave është 5 deri në 6 mm. Mbetjet të cilat ndahen nga rrjetndarësi kalojnë tek shriti transportues, më pas kalojnë tek makina për larje dhe presim dhe kështu deponohen në kontenjer. Kjo është faza e tretë e trajtimit mekanik, ku bëhet largimi i mbetjeve deri në 2 mikron, largimi i rërës dhe i yndyrës. Pas trajtimit të rërës dhe yndyrës bëhet matja e shpejtësisë së rrjedhës, po ashtu merret edhe mostra e ujit të ndotur në hyrje. Pas procesit të trajtimit mekanik kalojmë tek trajtimi biologjik. Kjo është faza e dytë e procesit të trajtimit apo trajtimi biologjik. Tek trajtimi biologjik kryhet largimi i mbetjeve biologjike me anë të llumit aktiv. Llumi aktiv në vetvete është një biomas apo një komunitet i bakterieve, apo siç i quajmë ne bakterie të mira, duke e ditur që funksioni i tyre është largimi i mbetjeve biologjike nga uji i ndotur. Procesi biologjik kryhet në bazenin e ajrimit. Bazeni i ajrimit përbëhet nga 4 ajrues sipërfaqësor dhe 4 mikser. Është lloji i sistemit karruzel të trajtimit dhe roli i bazenit të ajrimit është ofrimi i kushteve optimale në mënyrë që llumi aktiv ta kryejë funksionin e tij. Me kushte optimale kuptojmë që llumi, sikurse çdo organizëm tjetër, kërkon sasi të konsiderueshme të oksigjenit dhe roli i ajruesve është transferimi konstant i oksigjenit në rezervuar, kurse përveç transferimit të oksigjenit e rëndësishme është edhe temperatura optimale dhe sasia e mjaftueshme
e ndotjes e cila është e nevojshme për aktivizimin e bakterjeve. Bakteriet në mënyrë të vazhdueshme shumohen, prandaj një sasi e konsiderueshme e llumit largohet nga procesi, kurse sasia që rikthehet ka për qëllim që të mbajë një përqendrim konstant të llumit në rezervuar. Pas trajtimit biologjik në rezervuarin e ajrimit, llumi së bashku me ujin tashmë të trajtuar edhe biologjikisht kalon tek sedimentuesit final. Tek sedimentuesit final bëhet përfundimisht ndarja e llumit nga uji tashmë i trajtuar, duke ditur që sedimentuesit final në pjesën e poshtme e kanë formën konike, llumi kalon në pjesën e poshtme, kurse uji i trajtuar kalon në pjesën e sipërme dhe më pas shkarkohet te rezervuari për dezinfektim dhe kalon si i trajtuar në lumin erenik. Mund të themi që efikasiteti i trajtimit në implant qëndron gjithmonë mbi 90% deri në 95%, gjë që nënkupton që është i pranueshëm për mos shkarku në lum si i pastër, duke respektuar pashtu udhëzimin administrativ 02/2022 për parametrat dhe vlerat e ujrave të ndotura të shkarkuara në sistemin e kanalizimit dhe në trupa ujor. Kurse pjesa e trajtimit të llumit konsiderohet si faza e tretë e trajtimit, do thotë llumi i cili është ndarë nga sedimentuesit final kalon tek stacioni i pompimit. Tek stacioni i pompimit të llumit ekzistojnë dy lloje të pompave, ku pjesa e parë e pompave e rikthen një sasi të konsiderueshme të llumit në sistem në mënyrë që të mbahet një përqendrim konstant i llumit në sistem, kurse pompat e shkarkimit apo pompat e largimit të llumit e kanë për qëllim të largojnë një sasi të konsiderueshme në bazat ditore. Varësisht nga rezultatet e marrura në laborator, ne vlerësojmë sasinë ditore që duhet të largohet nga sistemi nga pompat për largim. Llumi i cili largohet nga sistemi kalon tek rezervuari për mbajtjen e llumit dhe nga rezervuari për mbajtjen e llumit, llumi kalon tek centrifuga për qujzim apo për dehidrim, ku llumi dehidrohet deri në 22%. Më pas, llumi nga trajtimi me anë të centrifugës kalon tek shtretrit e tharjes së llumit në mënyrë që llumi të stabilizohet për një vit. Me stabilizim të llumit nënkuptojmë që konsiderohet që largohen të gjitha viruset, patogenet, antibiotiket e mundshëm dhe të gjitha mbetjet të tjera të cilat mund të jenë të tretura në llum, të cilat barten me ujëra të ndotura. Pas stabilizimit të llumit për një vit, llumi është i gatshëm të depozitohet në deponi. Laboratori implantet për trajtimin e ujrave të ndotura në gjakovë përcakton deri në 15 parametra fiziko-kimik në ujrat të ndotura urbane, si para dhe pas trajtimit, po ashtu edhe tek llumi, i cili është si komponent kyç në trajtimin tonë biologjik aerob. Sa i përket procesit të analizimit, procesi ndodhet çdo ditë, domethënë baza ditore, dhe mostrimi ndodhet në 6 pika kyçe në implant, brenda hapësirës së implantit. 2 mostra i takojnë ujit në hyrje dhe dalje para shkarkimit në trupin ujor, ndërsa pjesa 4 mostrave të tjera i takojnë llumit në 2 faza të ndryshme të trajtimit të tij. Mostrat e ujit si në hyrje dhe dalje merren me anë të mostruesit automatik, ndërsa sa i përket llumit merren në mënyrë manuale. Parametrat kyç të cilët përcaktohen në laboratorin e implantit, së pari kemi parametrat që përcaktohen në pikë mostrim, që është pH-ja, temperatura, oksigjeni i rritur, përqeshmëria elektrike. Pastaj vazhdojmë me analizat tjera në laborator. Kemi shpenzimin kimik edhe biologjik të oksigjenit, pastaj kemi materien totale të suspenduar, vazhdojmë pastaj edhe me nutrientët, që është azoti total, nitratet, nitritet, amoniaku dhe fosfori total. Edhe llumi vetvetiu i ka analizat e veta. Këtu kemi më të rëndësishme vëllimin e llumit edhe përqendrimin e llumit që njihet ndryshe dhe si MLS. Pastaj kemi mbetje të thatë, kemi mbetje inorganike dhe organike të tij. Ka edhe parametra tjerë të rëndësishëm, por që pjesa tyre janë të kalkulueshëm. Ndërto të rëndësishëm mund të cekim janë mosha e llumit, që për ne ka shumë rëndësi, pastaj kemi indeksin e vlimit llumit, raporti ushqim për mikroorganizëm e tjerë. Gjitha analiza sa i përket ujit, do të thotë si ndotur, por edhe pas trajtimit, bëhen me metoda spektrofotometrike, ndërsa pjesa e analizave të llumit bëhen më shumë me metodë gravimetrike. Gjithë parametrat të cilët u cekën deri më tani janë nën vlerat kufizuese që kemi për shkarkim trupujor, gjithmonë duke u bazuar masat ligjore dhe mjedisore që janë në fuqi.
Këta parametra neve në ndihmojnë jo vetëm për me përcjell zhvillimin e procesit në impjant, por nga ana tjetër me anë të tyre dhe krahasimit të vlerave para dhe pas trajtimit, ne arrim të nxjerrim shkallën e efikasitetit të trajtimit që ka pas impjanti. Deri më tani kjo shkallë e efikasitetit është më e lartë se 90%. Përderisa kemi të bëjmë do thot me lum aktiv, në cilin bazohet impjanti jonë, masa aktive duhet të monitorohet, andaj ne bëjmë edhe analizë mikroskopike sa i përket aktivitetit, por edhe llojit të familjeve të bakterieve prezente që ne i kemi. Deri më tani ato që janë më prezente në trajtimin tonë biologjik aerob janë nematoda, ciliatet, rotiferët, tardigradet e kështu me radhë. Do më thonë, kjo është sistemi SCADA në impjantin e ujrave të ndotura. Fjala SCADA përbëhet për 5 fjalëve, është e marrë germa parë, 5 germa, që do më thonë, në qoftë se i përkthejmë në shqip, SCADA do më thonë vëzhgim, kontroll dhe mbledhje e të dhënave. Sistemi SCADA në impjantin e ujrave të ndotura të ne është kena nga softveri ABB-s. Kjo është ndërlidhje me Severin edhe me 3 MCC-ja. MCC-jat janë Motor Control Center. Këto janë të ndërlidhura me kabël fibra optike. Përndryshe kena edhe sistemin energjetik mundemi të kontrollu piktuit. Plus që domethënë kretë dhanat, shënimet mbledhen edhe i kena për një kohë gjatë këtu. Këto pjesë cilat janë me ngjyrë gjelbër, domethënë janë për momentin të funksionu. Këto janë ndane pjesë, sikur që kena pa pumpat e inletit aty ku kem, të grillat, aerust, rasën sas, edhe këtu në fund që kena të generatori, plus që kena dhe sistemin energjetik. Përndryshe na mundemi kontrollu kretë sendet për këtujt, mundemi kontrollu shpejtësinë e motorave, mundemi nalë me dhez, edhe kur kena defekte të ndryshme, mundet me na lajmëru. Në SCADA ne kena të lidhur edhe me një sistem DVB që punon me SIM kartel. Çdo ndalje e dhunshme ose çdo defekt na çon edhe nga një SMS të gjithë operatorët. Se domethënë këta operatorët mundën më vonë gjatë ditës të punu, mundën mos me qenë SCADA, po nëse ndodh diçka, ju vjen mesazhi. Edhe vinë e kontrollojnë këto SCADA-n. Në përmësësia kena pajisjet të lidhme me anë PLC-jave dhe HMI-jave. PLC-jat janë program logjik kontroller, janë pajisje që programohen varësisht për rrethane ose qysh na vyn. Hexhamellat ose HMI-jat janë, domethënë ndryshe sikur touch screen apo janë të montuar nëpër MCC-ja. Aty mund është me nalë ose me dhez një pjesë që të me funksioneve që i kena në SCADA mund me bëdhe në për MCC-ja, që ku të kena ne i punët i afer, për më smart tjetë këtu, mund me kontrolu. Për ndryshe këta mund me kontrolu dhe mantë aplikacioneve, sikur që është TeamView, dhe më tonë ata vish kur shenë të autorizun, mund me kontrolu dhe pisljakti, që gjatë kohës ku t'jena të punu në terren, dhe shka me pas një problem, mund me mantë aplikacioneve TeamView, ose në një disë që janë, lidhë është konektohesh, kush e ka ato user, për shembull kush e autorizon, mundet me kontrollu gjendjen, me nalë, me dhez, me resetu diçka, kështu me radhë.